Paraditën e së premtës qëndroi në Buroj, kurse natën Hashim Thaçi e kaloi në selinë e Euleksit në fushë Kosovë. Mëngjesin e së shtunës, ish-presidenti priti për vizitë në ambientet e misionit të BE-s për sundim të ligjit fillimisht Vëllëzrit. Kjo pasi një ditë më parë, gjykata speciale e lejoi ta vizitoj varrin e babait që i vdiq para 6 ditësh dhe në vetlindje takoi nënën dhe bashkëshortën. Vëllëzrit e Thaçit qëndruan me të për më shumë se 1 orë, e kur dolën nga dyert e Euleksit nuk folën shumë për takimin. Më gjatë se vëllëzrit, me Thaçin qëndroi bashkëshortja e tij, Lumnia, e cila hyri brenda me veturë. Këto vizita u përsëllën me brohoritje nga disa mbështetës të Thaçit, që u mblodhën para selisë së Euleksit në shenjë proteste. Skemi heronj për të sakrifikuar dhe drejtësi jo politik, ishin disa nga pankartat që mbanin këta protestues. Me këto thirrje edhe u përcoll, ish-presidenti dhe ish-kryeministri qëndroi në këto hapësira deri në ora 12 të së shtunës. Përcjellja e tij për në aeroportin e Prishtinës për të marrë rrugën pastaj për në qendrën e paraburgimit në Hag u bënën masa të rrepta sigurie nga zyrtarët e Euleksit dhe policisë së Kosovës. Pas largimit të tij nga Kosova, familja Thaçi falenderoi përmes një deklarate të gjithë qytetarët dhe institucionet që i ngushëlluan pas vdekjes së Haxhi Thaçit. Institucionet e Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe përfaqësitë diplomatike të shteteve mike i falenderojnë për telegramet e tyre të ngushëllimit, ndërsa liderët politik shqiptar i falenderojnë për thirrjet e tyre telefonike. Mirësia juaj do të mbetet për herë me ne dhe do të jemi gjithmonë mirënjohës për mbështetjen dhe forcën që na dhat gjatë këtyre ditëve të pikëllimit. Kjo është vizita e 4 e Thaçit në Kosovë që nga dërgimi i tij në paraburgim në Hag në vitin 2020.